Njësiti speciali policisë zbarkoi në veriun e Kosovës të dielën. Cak i dyre ishin në lokacione në Zveçan e Zupin Potok. Krejt kjo për një vrasje që ndodhi 12 vjet më parë. Këtu në magjistralin Prishtinë Leposavić, personat e panjohur kishin vrarë ish zyrtarin e Oleksit, doganierin lituanez Audrius Shenavicius. Për disa vjet të rastin e duar e mbajti vet misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Madje për kapjen e autorëve ofroi plot 82.000 euro. Por veprimet e para në teren u morën kur rasti kaloi në duart e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Të dielën këta të fundit njoftuan se për këtë rast në polici u shoqëruan 7 persona, të cilët pas intervistimit u liruan në procedurë të rregullt. Të vënio me se në mesin e të shoqëruarve janë edhe të dyshuarit LM, SK si dhe RK. Unë mendoj se operacioni është i suksesshëm, për arsye se gjatë bastisjeve në 9 lokacione në vërtet, janë gjetë armë, është gjetë dorbia të natës, gjithashtu janë gjetë edhe dokumente tjera të cilat mund të jenë të falsifikume, por edhe janë gjetë edhe uniforma. Koloneli në pension i policisë së Kosovës Refki Morina thotë se provat e sekuestruara mund të çojnë në zbardhje në këtij rasti. Mund të jenë armë me të cilat të shkruajnë ndonjë vepër penale, ose ajo ose ndonjë vepër tjetër penale, mund të jenë dorbi të cilat kanë përcjell vazhdimisht persona të caktuar, ose mund të jenë zyrtare të tjera, uniforma të cilat kanë mujt me kamuflu, do të thotë me hy prej një lokalitetin tjetër, me uniforma ose të policisë Kosovës ose gjandarmerisë e tjera, do të thotë ose me dokumente të falsifikuara. Ndryshe dhe në komunikatën e përbashkët mes Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës, u tha se qëllimi i operacionit policor ishte verifikimi i informatave dhe identifikimi i mundshëm i provave relevante.